Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që në fakt po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Mateo është i përzgjedhur që sonte të lërë shtëpinë e Big Brotherit, do me thënë nga një përzgjedhje që banorët votuan brenda në shtëpi, banorët vendosën që Mateo të jetë i përzgjedhur për të lënë shtëpinë e Big Brotherit, me patjetër jo për gjithmonë, për një periudhë të caktuar, dhe të jetë i ftuar në emisionin Goca dhe Gra. Një emision që Mateo për herë të parë në këtë premierë të parë në fakt të këtij sezoni do të flet për rrugtimin e tij në Big Brother, do të jep ekskluzivitetet për marrëdhënien e tij me Brikenën, do të jep ekskluzivitetet ndoshta për tashethemet që fliten lart edhe poshtë, edhe për lojën që banorët brenda asaj shtëpie bëjnë. Tani cili është luksi në këtë mes? Luksi në këtë mes është se banorët, të cilët janë aktualisht pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Albania, kanë të drejtën që të shohin intervistën drejt për drejt, domethënë kanë të drejtën të ndjekin intervistën live. Intervista do të shfaqet në let wallin e shtëpisë, ku do ta shikojnë rrëfimin e Mateos, përgjigje që Mateo do të jep, ndoshta kjo gjë mund të bën edhe ndryshime apo mund të bën edhe krisje në lojë të brenda të banorëve. Mateo është shumë entuziast për këtë rrugtim sot, nuk ka një skenar se çfarë do të pyetet, do të jetë krejtësisht i monitoruar nga momenti që do të del nga shtëpia deri në momentin që do të mbëri në studion e emisionit Goca dhe Gra, do të përndiqet nga sigurimi i televizionit Top Channel dhe më pas do të kthehet brenda në shtëpi, po ashtu edhe i monitoruar. E gjithë kjo shfaqje do të jepet live në kanalin e Top Channel Big Brother 1 dhe Big Brother 2, gjithashtu edhe në premierën e emisionit Goca dhe Gra. Mateo është tepër entuziast sepse dije që më së shumti tema do të jetë me Brikenën.